Nisim? Okej, mirë, nisim. Me ysin. Po mirë. Yjet ja thonë asaj, ajo na i thot neve, ne ju a themi juve, shkurtimisht me Regjini. Mirë se vjen. Kurtër bëri, unë e them se kush dëshiron dëgjon. Mirë se vjen, dashur, mirë se vjen. Javë të mbar, javë të bukur, javë të letë, javë të thjeshtë, pa shumë tonacione, pa shumë kështu mërzitje apo ngarkesa emocionale momentale, duke qenë që e nisim javën zyrtarisht me Mërkur në të kundërt mbi Marsin tek shigjetarët në kështu një zjartë që nuk ky bashkim nuk ndihmon shumë në nxitim, në përshpejtim, në tonacion, në lëvizje, në agjendën turistike apo të udhëtimeve për turizëm të gjithë secilit, pra që do të thotë nisim një javë në të cilën do të duhet ta marrim paksa shtruar, të paktën ditët e para se ky Mërkur në të kundërt do qëndrojë te shigjetarët deri në datën 19 dhe në datën 20 do të futet, do të vazhdojë lëvizjen retrograd të tij për tek akrepat, por që tek akrepat me një natyrë komplet ndryshe nga çfarë ka natyrën tek shigjetarët. Ditët e para është Marsi dhe Mërkuri bashkë retrograd Mërkuri, kështu që kjo do të thotë që lëvizjet tona do të duhet i bëjmë me kujdes. Tonacione do të duhet t'i kontrollojmë dhe ajo që është më e rëndësishmja është që nëse mundemi dhe e kemi të lehtë për të rregulluar agjendën e para për çështje diskutime që lidhen me punën, që ta marrim paksa më shtruar sepse pjesa e nisjeve do ka ato komplikacionet e veta, por edhe e dyta më e rëndësishmja është që nëse kemi udhëtime të gjata, të vendosim në agjendë faktorin që mund të anullohet ose mund të kemi vonesa të strëgjatura. Kështu që ata që kanë të pashmangshëm udhëtimi lëvizjen do të duhet ta marrin paksa shtruar. Ndërkohë, edhe lëvizjet tona ndoshta do të ndikohen edhe nga faktorë të tjerë në të përditshmen tonë do të duhet të jenë të kujdesshme. Në përgjithësi, planetët marrin natyrën e shenjës ku ndodhen. Kështu që ky Mërkur në të kundërt së bashku me Marsin nuk favorizon riskun të asnjë lloji natyre apo forme risku qoftë. Ndërkohë që nga ana tjetër, që nga orët e para të paraditës së sotme, kemi një bashkim shumë të bukur të Jupiterit me hënën në gradë të barabarta dhe Jupiteri do vazhdojë edhe një 2 ditë akoma lëvizje në të drejtë për të kthyer në datën 12 në të kundërt, por që gjithsesi ky bashkim i sotëm na ndihmon që sido që të jetë tensionimet e ditës apo ngarkesat e ditës apo vonesat e ditës, duket sikur jemi të mbrojtur në boshtin tonë emocional dhe dukem sikur dëmi është është pothuajse nuk ekziston për sa i përket gjërave që kanë të bëjnë me emocionin ton, me emrin ton, me vlerësimin ton, ndërsa praktikisht agjenda do ketë ato shtyrjet e veta. Konkretisht për shenjën e Dashit. Në fakt, ky bashkim planetar ndosë në një shenjë shumë miqësore dhe shumë të njëjtë pothuajse në natyrë me Dashin, në energjinë e tyre, jo në natyra se në natyra janë totalisht të ndryshme, po është bashkëveprus. Kështu që ky Mërkur së bashku me Marsin, sidomos për të lindurit në ditët e para të shenjës, në 10 ditën e parë të shenjës, duket sikur do të sjelli korrigjime drejt për drejt në çështje që kanë të bëjnë me profesionin apo ngecje apo vështirësi profesionale që kanë pasur që nga mesi i nëntorit deri tani, pra do të funksionojë korrigjues. Ndërkohë, për sa i përket ngarkesave që do t'japi, sepse janë të pashmangshme, mund të lidhen në fakt në gjuhën e komunikimit me njerëz që përkasin familjes apo njerëz bashkëshortja, pra ta marrin pak shtruar komunikimin në çift ose në familje, sidomos në 3 ditën e parë, sepse mund të lindin keq kuptime ose të dëgjojmë atë që kemi në mendjen tonë, jo atë që ka në mendje, ka në plan të thot ai tjetri. Kështu që me kujdes vetëm këtë pjesë. Demat. Nuk është miqësore si hyrje, nuk është favorizuese, megjithatë do të bëj të mundur që të paktën në raportet me njerëzit në ambientet profesionale të kenë mundësi që edhe nëpërmjet gricjeve apo keq kuptimeve të vogla të ketë një lloj risqarimi ose ripozicionimi, por ta marrin shtruar, duke qenë që Venusin do ta kenë ballë për ballë vetes vet, sepse Venusi është zyrtarisht tek akrepat për disa ditësh, duket sikur ky Venus i ndihmon shumë që të paktën të ndihen duke u ndier mirë me veten, të mos e prishin shumë Terezin nga gjykimi apo mos gjykimi, vlerësimi apo mos vlerësimi i atyre që kanë ambientet e punës. Dhe ky Venus në përgjithësi duket sikur i ndihmon jo vetëm për të patur në kontroll pozitivisht emocionet e tyre, por edhe për të pasur njohje të reja apo
lidhje të reja të cilat mund të kenë favore, në kuptimin se dëgjohet keq fjala favor, po mund të kenë përfitime të drejta, të sakta, të merituara në raport ose të emocionit, ose të mënyrës se si zhvillohen çështjet profesionale. Kalojmë te binjakët, ballë tyre ky Mërkur dhe ky Mars. Mërkuri në të kundërt me Marsin bën që të paktën për të lindurit në 10 ditën e parë, për të lindurit në atë pjesën e parë të shenjës ose të ascendentes binjak, duket sikur ta ndjejnë nëpërmjet mënyrës se si reagojnë apo kanë një lloj nervozizmi, kanë një lloj agitimi të brendshëm dhe këtë e shprehin që në orët e para të paraditës së ditës së sotme dhe do të jetë shumë e fortë për 3-4 ditën e parë të javës, ndërkohë që më pas vinë dhe sheshohen dhe ekuilibrohen gjërat. Do të duhet pikërisht të nervozizëm, të mos ta kanalizojnë në majtas djathtas, por le të gjejnë justifikimin që është Mërkuri në të kundërt dhe le t'ja kanalizojnë Mërkurit, ta tregojnë gishtin tek Mërkuri. Kjo për të ruajtur ekuilibrat në të gjitha situata që do ta gjejnë veten vërdall, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme sepse nëse janë të kthjellë dhe të qetë mjaftueshëm, ky Mars me Mërkur mund të risjellin në skenë çështje profesionale apo të ndonjë pune afatshkurtër, të cilën nuk e kanë bitisur atëre, nuk e kanë shfrytzuar atëre. Por edhe kësaj radhe, pavarësisht se vinë për të dhënë mundësi të dytë, kërkon në vëmendje dhe qetësinë. Pra sa më të qetë të jenë, aq më mirë do kenë mundësi ta shfrytëzojnë këtë bashkim. Vinë te Gavorja, të cilët Jupiterin e kanë në orët e para të paraditës, së bashku në hyrje të drejtë për drejtë me hënën, po te Gavorja. Ajo që do të ndryshojë disi në datën 12 është Jupiteri që do kthehet në të kundërt. Nuk do të thotë që planeti fatit nuk do të ndihmojë. Nuk do të thotë që planeti fatit nuk do të jetë aty. Është hija e Jupiterit pas, që duket sikur krijon ndjesinë e lëvizjes mbrapsht, por do të ndihmojë ata që s'kan patur guximin apo mundësinë për të ndihmuar gjatë kohës që ishte në të drejtë që nga 10 e qershorit deri në momentin që flasim, pra është korrigjues, një korrigjim në fakt paksa disi jo fort komodi lexuar, nëse marrim me hyrjen jo shumë afërt, jo shumë miqësore, jo shumë bashkëvepruese të Mërkurit me Marsin. Çfarë do të thotë kjo? Është thjesht çështje këndvështrimi. Një shqetësim, një problem, mund ta shohin të ngecin të vuajnë problemin apo mund të gjejnë në zgjidhjen dhe të evolojnë. Pra mund ta quajnë si sfidë vetvetes për të kapërcyer dhe për të arritur diçka më shumë, apo për të kaluar në një situatë shumë më të mirë dhe shumë më produktive, apo të rinë dhe të vajtojnë çfarë ka ndodhur. Pra duket sikur mënyra se si do të pozicionohen dhe këndvështrimi që do të zgjedhin do të përcaktojë dhe rezultatin final të çështjeve të punës flas. Ndërsa për sa i përket Venus, ky Venus tek Akrepat është shumë miqësor me Gaforen, gjë që e bën që të paktën emocionalisht nuk do të mungojë as mbështetja, suporti, dashuria, por edhe zgjerimi në një mënyrë apo në mënyrë tjetër të çështjeve të vogla apo të mëdha në varësi të stilit të jetës së tyre që lidhen me ekonominë, edhe pse nuk është koha për argjime të mëdha. Kalojmë tek Luanët, favorizues shumë Marsi tek shigjetarët për shumë gjëra në lidhje me profesionin. Siç e folëm kur folëm në fillim të muajit, tham që kanë mundësira që të paktën për pjesën e parë deri në datën 20 të organizojnë, riorganizojnë, të bashkëpunojnë, të ribashkëpunojnë, të korrigjojnë çfarë ka të bëjë me situatat ambientit, raportet njerëzore në punë, të sotmes apo çfarë ka ngelur nga dje, dhe kjo e shoqëruar dhe me Mërkurin, pavarësisht se është në të kundërt, do të ndihmojë shumë pikërisht në këtë pjesë. Ndërsa për sa i përket anës negative, mund të ketë keq kuptime të momentit, mund të ketë edhe përplasje të vogla të momentit, por duket sikur Luanët kanë vendosur që në fund të nxjerrin pozitivitetin dhe dashurinë. Pra, edhe sikur edhe në grindje dhe në raportet personale të tyre, pavarësisht tensionimit të momentit, përfundon me pozitivitet dhe përfundon me dashuri. Pra, kanë vendosur të shkojnë kundër energjisë dhe shumë mirë kanë bërë. Vazhdojmë tek Virgjëresha, të cilët Mërkuri është planeti i tyre drejtues dhe normalisht e ndjejnë shpesh dhe nuk ka Virgjëresë që në momentin e parë të tranzitit të Mërkurit të mos ta shprehë apo mos të shohë ato vështirësitë e vogla që lidhen me këtë Mërkur. Ky Mërkur ka të bëjë me lëvizjen, ky Mërkur ka të bëjë me komunikimin, ky Mërkur ka të bëjë me mënyrën e reagimit emocional, por në ambiente familjare apo në situata që lidhen me familjen. Kështu që do të duhet të kontrollojnë komunikimin, nervozizmin dhe ngarkesën emocionale në çështje familjare që duket sikur
janë çështje që kanë qenë edhe dje, pra janë pak të lodhur në dëgjimin e tyre. Pra me sa duket, janë situata të djeshmes që risillen në tavolinë, do të duhet të ridiskutohen. Dhe Virgjëresha si au ka shumë gen, ose të ndërveproj, ose të gjej një formë tjetër për të marrë, po pa e prishur Terezinë e familjes, sepse në fund do të duhet dhe ta korrigjoj. Ndërkohë Venusi tek Akrepat, mos të harrojmë, pavarësisht bashkimit të Mërkurit në të kundërt, në rastin e Virgjëreshës sjell zgjerim ose social ose një lloj këmbimi apo shkëmbimi borxhesh të mbartura. Pra, lek që dikush ja u kishte më parë, duket sikur në këto ditë me këtë Mërkur në të kundërt dhe me këtë Venus të kthehen tek i Zoti. Pra, ka një lloj kthimesh lekësh në përgjithësi. Mirë. E qartë. Kalojmë tek peshuria, të cilët të duket sikur pavarësisht se Mërkuri në të kundërt së bashku me Marsin nga pozicioni i shigjetarët do ta bëjnë që peshoren të gjendet në situata jo të drejtë për drejtë apo të kolektivit apo të ambientit të punës, jo fort të qeta, jo fort të qarta, por duket sikur peshorja do të duhet të shfrytëzojë momentin ose shansin për të pasur mundësinë që të zgjerojë dhe të zhvillojë veten e vet, profesionin e vet, emrin e vet, kapacitetin e vet, apo pse jo dhe për një mundësi të dytë apo një shans shtesë apo degëzim të asaj që bëjnë. Pra, situatat që ndodhin rreth e qartë do ta bëjnë që të gjendet në vendin e dur, në momentin e dur për ta shfrytzuar këtë pjesë për të zgjeruar bazën e profesionit të vet. Ndërsa për sa i përket Venusit, duket sikur kanë një lloj komoditeti në periudhën në të cilën ndodhen, që gjërat emocionale minimalisht kur i nuk janë mirë, ti kontrollojnë dhe mos ti kuptoj kush. Gjë që do të thotë që kanë marrë në kontroll pjesën e emocionet të tyre si për mirë, ashtu edhe për jo mirë. Kështu që kjo gjë i ndihmon shumë për të qenë të kthjellët në fillimet e kësaj jave. E qartë. Bukur. Kalojmë tek Akrepat, të cilët duke qenë që është në një pozicion shumë të rëndësishëm ky Mërkur për ta në lidhje me diellin, do të duhet të kenë vëmendjen e tyre të drejtuar në raportet në çift, në dashuri, në familje, tek fëmijët në përgjithësi, në mënyrën se si do të ndërveprojnë apo vendimet që mund të marrin në raport me ta. Gjithashtu edhe me shpenzimet. Ky Venus nuk tek ata duket sikur nxit nevojën që të harrohem nëpërmjet shpenzimeve, por nuk është koha për shpenzime të tepërta apo të pakontrolluara. Ajo që presin Akrepat është që ndoshta është një moment për të zhvilluar erotikisht apo emocionalisht. Megjithatë, ky Mërkur në të kundërt së bashku me Marsin ka një tendencë për të rikthyer situatat të kaluarës, por që ata e dinë vetë dhe ata e dinë se çfarë drejtimi dhe çfarë emocioni do të ndërveprojnë apo do të këmbejnë me njerëz që i kanë pasur dikur apo që kanë qenë dikur në jetën e tyre. E sigurt është që nëse kanë ujdira, nëse kanë firmosje, do të duhet ta lexojnë në dy herë. Kalojmë tek shigjetarët, tek vetja këtë hyrje, jo fort komode as me Saturnin i cili ndodhet tek Peshqit në katërkëndësh dhe jo fort komode as me Jupiterin dhe Hënin që ndodhen tek Aforia. Por çfarë do të thotë kjo? Që sido që të jenë situatat e gjejnë veten në mes, është në mes të dy katërkëndshave, si për të ndihmuar që të mos të rrëzohen, por nga ana tjetër edhe të mos lejojnë ngarkesën emocionale që të shkaktojë riskun e rrëzimit në të gjitha situatat. Pra, të maturuar, të qetë në kontroll emocionet që në mënyrën se si ndërveprojnë, se si do të shprehen, se si do të funksionojnë, do të përcaktojë dhe fatin apo mirësinë e tyre. Pra, ata që janë të kujdesshëm do i marrin maksimumin. Ata që nuk kujdesen do ta gjejnë veten sikur përsërisin të njëjtat gabime. Dhe në fakt ky duhet të jetë edhe mësimi i këtij bashkimi, që në situata të ngjashme duhet të gjejnë një formë ndryshe në reagim nga ajo se si kanë funksionuar apo kanë reaguar në situatat më parë. Pra, të mësojnë nga vetvetja. Kur ka pasur rezultatin pozitiv, atë model të mbajnë. Kur nuk kanë dështuar, ta rrëzojnë dhe ta përjashtojnë. Kalojmë dhe tek bricjapët, të cilët nga shigjetarët jemi te bricjapët, mos më çoriento, pak të sa të pi kafen. Bricjapët kanë një bashkim i cili do funksionojë si pastrues në kuptimin e drejt për drejt të fjalës, ose do spastrojnë situata, do qartësojnë situata të punës, ose do të qartësojnë mendimet e tyre apo mënyrën se si duan të planifikojnë lëvizjet në vazhdimsi që lidhen me çështjet të profesionit.
ose do të largojnë, do spastrojnë në vetën e vetë nga shoqëria apo nga miqësi që kanë qenë të lodhshme, apo që duhet të qëndrojnë pas, apo që nuk u përshtatet dhe për hir të situatave janë detyruar që t'i merken me vete. Pra duket sikur është, ose do pastrojnë dhe mendimin e tyre, pra duket sikur ky bashkim ndihmon për të lënë pas çfarë i ka lodhur, çfarë i lodh, ose për të pastruar apo hapur hapësirën për të funksionuar me energji pozitive. Ndërkohë Venusi tek akrepat i ndihmon që realisht të kenë mundësi që nga mesi i kësaj jave të gjejnë ekuilibrat e tyre dhe të mund të shtojnë në agjendën e tyre gjëra të reja, të cilat kanë të bëjnë më tepër në fakt me çështje të shpirtit, hobi, kreativitet, gjërat e kësaj natyre sesa me punën. Sepse me punën duket sikur do të duhet të kopësisin gjërat që kanë derisa të vi momenti për hapje të reja dhe është më shpejt nga çfarë presin. Vijnë tek ujorët, të cilët me këtë bashkim të Mërkurit me Marsin tek shigjetarët duket sikur do të duan apo do ta gjejnë veten duke u përpjekur të qartësojnë se kush janë, kush nuk janë. Çfarë thanë dhe çfarë nuk thanë. Pra duket sikur do të duhet japin sqarime për çfarë ndodh në territorin që e kisha kështu apo e kisha ashtu. Unë nuk jam e tillë, unë nuk jam i këtill. Pra duket sikur do të harxojnë shumë energji për të ripozicionuar veten në më saktë ose më afër asaj çfarë duan. Dhe kjo do të bëjë që shpesh ta gjejnë veten gjatë javës dhe sidomos gjatë ditëve të para me kthimin në shtëpi të lodhur dhe të ngarkuar, ndërsa për sa i përket zhvillimit, pavarësisht se ky Jupiter është në hyrje katërkëndore sot edhe nesër, do të ishte mirë në fakt të kujtohen që kanë ndonjë pagesë pa bërë, kanë ndonjë detyrim me bankat apo me të tretët pa bërë, që të mos kenë shqetësime dhe të mos kenë problematika kur ky Mërkur në të kundërt të futet tek akrepat. Kështu që të rikujtojnë dhe të kthjellohen për çfarë detyrimesh kanë. Vim dhe tek peshqit, të cilët ky bashkim për peshqit ashtu sikurse edhe për shigjetarët nuk është se është në pozicionin më komod të tyre. Duke qenë që tek vetja kanë Saturnin dhe në katërkëndësh kanë këtë hyrje të Mërkurit së bashku me Marsin. Çfarë do të thotë? Situatat nuk janë fort të lehta. E para në çështje që përkasin profesionin dhe në përgjithësi për peshkun nuk është një periudhë që do ta rekomandoja për nisje të reja, apo zhvillime të reja, apo ide të reja në lidhje me profesionin. Do duhet të respektojnë në faktorin kohë, minimalisht deri në ditët e para të dhjetorit, për të qenë më të qartë dhe gjëra që të shkojnë më afër pritshmërive të tyre. Sepse çdo nisje në këtë periudhë duket sikur ngelet pendium, ngelet e varur, ngelet e ngecur, ose qëndron shumë pak ose zhgënjen, kështu që nëse kanë mundësi për vendime apo një lëvizje në raport me punën, të shtyjnë pak duke u përpjekur edhe të mbyllin çfarë kanë për të mbyllur rreth e qarkës, do ishte keq. Në përgjithësi do të duhet të kushtoj rëndësi punës në përgjithësi, por edhe shëndetit, se ky Mërkur në familje të katërt nxjerr prioritet edhe çështje të vogla të shëndetit, kështu që do të ishte mirë të jenë të kujdesshëm. Efektet e këtij Mërkuri retrograd, ndoshta për të gjithë anullime, vështirësi avionësh, vështirësi në përgjithësi me lëvizjen, vështirësi në nisje apo në çështje që kërcasin te pjesa e punës, por më tepër ka të bëjë me durim në çfarëdo gjë që do evolim. Deri kur? Kjo do vazhdoj deri në datën 19, por e ndjeshme do të jetë të ditë i parë, sepse janë bashkë, janë shumë afër. Ndërkohë që nga entja fillojnë të distancohen dhe bëjnë shumë të thjeshtë dhe ngelemi pastaj tek pjesa erdha 5 minuta me vonesë, 5 minuta më vonë apo më shpejt. Pra te mos koordinimi në kohë. Një porosi e fundit, nga set kemi kujdes? Të lëvizim me kujdes. Të lëvizim e të vozisim me kujdes. Të lëvizim me kujdes, si me këmbë, si me makinë, të lëvizim me kujdes. Faleminderit shumë Merigjini. Pas një super javë, takojmë ditën e njëjtë dhe bëjmë edhe një shpjegim publiku, duke qenë se kemi marrë dhe shumë komente, për shkak se në takimin e fundit patëm shumë telefonata dhe ata që jetojnë në diasporë e ndjen veten të veçuar, ndoshta sepse nuk i sollëm mesazhet e tyre në këtë studio. Mendoj me ekipin sigurisht një formulë për të përgjigjur edhe mesazheve, edhe telefonatave, për mos ta lënë pa e përfshirë kudo që na ndjek nga diaspora. Ne ju lexojmë në çdo koment tuaj. Kaq kisha për të thënë. I themi publikut, shihemi pas vetëm pas pak.